Është promovua rruga e re që do të lidh fshatin Pallatic me Tetovën. Në përurimin e kësaj rruge erdhën pothuajse tërë kabineti qeveritar i udhëhequr nga kryeministri i Maqedonisë së Veriut Kristian Mickoski, kryetari i komunës së Zhelinës Blerim Sejdiu dhe kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami. Kryetari i komunës së Zhelinës Blerim Sejdiu theksoi se ndërtimi i kësaj rruge dhe nga ana tjetër përfundimi i qarkores së Tetovës do të lehtësojë komunikacionin në tërë këtë zonë, por edhe brenda qytetit. Ai mëtej nënvizoi se për ndërtimin e kësaj rruge është pritur 40 vite. Kjo nuk është vetëm një rrugë, është kthimi i dinjitetit qytetarëve që kanë pritur me dekada. Është përmbushja e një premtimi të dhënë dhe një borxhi institucional që po e shlyej me punë konkrete. Ky projekt përfshin 1500 metër gjatësi të rrugës, 5 metra gjerësi asfalt dhe deri në 6 metra së bashku me bankinat. 500 metër mur mbrojtës, si dhe një urë e gjatë prej 11 metrësh, e cila rrugë në total ka vlerën e 27 milion denar, nga cilat 20 milion denar i siguroi qeveria e Republikës Maqedonisë Veriut, ndërsa 7 milion denar janë kofinansim nga buxheti i komunës Zhelinës. Sot, me ne është edhe kryeministri i vendit, një dëshmi e qartë se bashk në nivel lokal dhe qendror jemi të vendosur ta çojmë përpara zhvillimin jo me fjalë, por me vepra. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Kristian Mickoski falenderoi ministrat dhe secilin që e mbështet punën e kryetarit të komunës, sepse sipas tij këto projekte janë dëshmi se ai po e kryen mirë punën e tij si kryetar komune. Да му се заблагодарам на секој еден кој што ја поддржува работата на градоначалникот, бидејќи овие проекти се доказ. Gjithashtu dua të falenderoj edhe ministrin, antarët e qeverisë, deputetët në Kuvendin e Maqedonisë për mbështetjen që e japin për këtë program të qeverisë, që nënkupton realokimin e mjeteve nga buxheti qendror dhe fokusimin në projekte reale për qytetarët. Një nga ato projekte është ky ku po qëndrojmë sot. Ministri tha se në thirrjen e dytë kemi më shumë se 2.5 milion euro, projekte që do të financohen për komunën e Zhelinës. Ndërsa në thirrjen e parë ishin rreth 800.000 euro, që është gjithsej rreth 3.3 deri 3.4 milion euro drejt për së drejti nga buxheti, të cilat do të financojnë projekte në komunën e Zhelinës, tha Mickoski. Mëtej Mickoski shtoi se këto janë nevojat reale të qytetarëve. Këto janë nevojat e ekonomisë maqedonase, natyrisht dhe të kompanive që i ndërtojnë këto projekte, dhe detyra jonë si qeveri është i sigurojmë kushte të barabarta dhe të drejta për zhvillimin e të gjitha pjesëve të territorit të shtetit, pa marrë parasysh nëse atje jetojnë maqedonas, shqiptar, turq, rom, vleh, serb, bosnjak apo të tjerë, nënvizoi Mickoski. Punimet për këtë rrugë filluan në muajin shkurt të këtij viti. Rrugë kjo e cila do të lidh drejt për drejt vendbanimin Pallatic, që është fshati i komunës së Zhelinës me qytetin e Tetovës. Kjo rrugë pritet që të ketë impakt të ri në zhvillimin e mëtejshëm të këtij fshati, pasi që banorët e këtij fshati të komunës së Zhelinës, edhe pse janë afër Tetovës, megjithatë për të arritur në qytet shfrytëzojnë rrugën përmes Treboshit dhe Zhelinës.